Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me deklaratën ndaj gazetarit greko-amerikan John Defterios në samitin e zhvilluar në Abu Dhabi, e cila mori vëmendjen e medjave dhe politikës greke. Në reagimin e tij, Rama thekson se deklarata është nxjerrje e kontekstit, duke theksuar se ishte në kuadër të shakas. Rama shprehur i habitur ndaj reagimit të medjave në Athinë, teksa thekson se Greqia është një fqinj i pazëvendësueshëm për Shqipërinë. Kryeministri në përgjigje të reagimeve ka deklaruar se nuk ka asnjë dyshim për prejardhjen e filozofëve të lashtë si Platoni dhe Aristoteli, duke shtuar se Greqia e lashtë është shtrati i qytetërimit evropian. Jam i mahnitur nga reagimi i disa medjave në Athinë i ndonjë politikanit lodhur grek, lidhur me tonet e mia as pak tendencioze, po me humor miqësor gjatë bashkëbisedimit me gazetarin e nderuar John Defterios në panelin e organizuar gjatë samitit të zhvillimit të qëndrueshëm në Abu Dhabi. Është e pabesueshme që një fjali e thënë me humor të shkëputet totalisht nga konteksti e të kthehet në polemik publike me pathos nacionalist, gjë që fatkeqësisht në Athinën mediatike ndodh shpesh. Por i siguroj të gjithë të shqetësuarit e të lënduarit se nuk kam as më të voglin dyshim që Platoni dhe Aristoteli janë filozof grek dhe që Greqia e lashtë është shtrati i qytetërimit evropian, që kultura greke meriton vetëm admirim jo vetëm për filozofët e lashtësisë, por edhe për poetët, shkrimtarët, kineastët dhe muzikën që i ka dhënë njerëzimit që Greqia është një vend për cilin unë ushqej ndjenjat më pozitive, që populli grek është për mua një fqinj i pazëvendësueshëm e vllai patjetërsueshëm i popullit shqiptar, dhe që për kryeministrin e Greqisë ushqej një respekt veçantë. U kuptuam? Shpresoj po, por ama mos më kërkoj askush ndër të shqetësuarit dhe të lënduarit me humorin tim, që kush shkruan e flet greqisht me pathosin nacionalist të lartë përmendurve, të më duket si pasardhës i Platonit dhe Aristotelit. E mbyll reagimin e tij kryeministri Edi Rama.